Pas 2 ditësh punë intensive është mbyllur agjinatura e qarë në Rril, mjet të shumë të ushtrisë, bashkisë dhe subjekte private u bashkuan në ndërhyrjen emergjente për të vënë në kontroll prurjet e ujrave të lagunës së Vajinit, të cilët përmes qarjes kishin depërtuar duke përmbytur qindra hektar tokë bujqësore dhe duke rrethuar 10 banesa. Pas përfundimit të punës me të vështirë të këtyre 2 ditëve dhe vështirësive të krijuara, kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu tha se u bën përpjekje të mëdha për të arritur sukses. Tani është mbyll procesi i bërjes digës së re dhe normalisht rreziku ka ikur. Kjo është rezultati i një pune të pandërprerë, të fokusuar me përgjegjësi dhe me shumë përkushtim të gjithë këtyre qytetarëve. Situata problematike ishte fshatat përreth në Babulloj, në Rril, në Tale, por tashmë ne presim një përmirësim të këtyre ditëve për shkak se kemi mbyll burimin kryesor të skeqes që ishte qarja e agjinaturës. Qarja e agjinaturës shkaktoi veshlimin e ujrave të lagunës deri toka bujqësore duke përmbytur qindra hektarë sipërfaqe dhe duke sjellë izolim të përkohshëm për disa zona, 10 banesa u rrethuan nga uji, ndërsa familjet u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre deri në stabilizimin e situatës.